Përshëndetje miq. Sot ka patur disa zhvillime drejt dhunës, drejt përdorimit të forcës nga ana e qeverisë, e cila kjo fundit qeveria nëpërmjet disa trushpëllarëve ose viktimave ose disa të paguarve nëpër media që bëjnë propagandë të gënjeshtër, ta thua se po i vjen Shqipërisë ndonjë rrezik për momentin nga vendet myslimane apo nga Irani dhe nga Rusia dhe janë duke na pushtuar edhe po na sulmojnë, dhe jo sikur është e kundërta që njerëzit u ngritën në protestë për shkak se sionistët kërkojnë të marrin tokat tona, dhe këta viktima, këta trushplar, këta budallënj, si ky Karamoço e ca budallënj tjerë në për studio, vazhdojnë i bëjmë fresk sionistit Edi Rama, që është në Shqipëri kryes sionistit, dhe politikave sioniste dhe politikave absurde luftojnë me mullin të erës, si Don Kishoti me Iranin, që s'kan lidhje fare në këto gjëra. Irani ka problemet e veta, që atje në luftë zdi ku ka bythën e vet, jo të merret me Shqipërinë, me përjashtim ndonjë deklarate që mund të japin. Po këta duan të pengojnë dhe narrativën e njerëzve që janë pro marrëdhënieve të mira me Iranin, siç jam edhe unë, pro marrëdhënieve të mira dhe me Izraelin, pro marrëdhënieve të mira dhe me Rusinë dhe me Kinën dhe me të gjithë. Ne s'ka pse të kemi armiq t'i krijojmë me zor, por kush na konsideron ne si viktim për të na gëlltitur, ne duhet i tregojmë fuqitë tona, ashtu siç i kanë treguar para arsit tanë. E kam thënë edhe një herë tjetër, këta fenikasit ishin lundërtarët e mëdhenj të Mesdheut dhe kishin koloni në shumë vendet të Mesdheut, nga Tiri, Sidoni deri në Tunizi dhe në Marok, ku kishin kolonitë e tyre, ashtu si në Bregdetin e detit Tiren kishin kolonitë e tyre dhe ishin fuqi e madhe ushtarake dhe kishin floririn e botës në atë kohë, fuqia me madhe tregtare, detare, dhe fuqia me madhe ushtarake. Mirë po, një nga djemt tanë që quhet Aleksandri Madh, 330 vjet para Krishtit, kur ishte 20 vjeç, mori një 30.000 luftar nga këta tanët me opinga për lëkura, edhe ja u tregovi vendin të gjithë me persianë, e me fenikas, e me të gjithë që ishin rival me njëri tjetrin, deri në Afganistan e në Indi, i nënshtroi të gjithë dhe i bëri goca të urta. Po kështu dhe me Metaliu dhe këta generalët e Aleksandrit i sunduan gjitha këto vende, me Egypte, me Shame, me Persie, Babiloni, i kanë sunduar generalët tanë një 300-400 vjet, edhe më shumë ndoshta. Dhe këta fenikasit u sodën si goca të urta, dajnë shumë urtë, paguanin araçe të gjitha ato taksat që u vinin këta generalët tanë, dhe ja u morën e u futën arin në byth, edhe ato çfarë kishin ato anijet e fuqishme tregtare. Dhe ku shkruhet me shqiptarët, vjen një ditë që e paguan. Dhe sigurisht Aleksandri me ata luftarët e vet nuk kanë qenë me logjikë sklavi, siç është ky Karamoçoja me disa fundërina të tjerë, të cilët krijojnë narrativa mashtruese me sionistët edhe me shikun, dhe kërkojnë të tregojnë të keqen diku tjetër aty ku në fakt nuk ekziston. sepse gjëra dihen, njerëzit janë ngritur kundër kolonizimit të Shqipërisë, territoreve tona
nga sionistët kundër marrjes kontrollit të qeverisë, të ushtrisë, të organeve të sigurisë dhe të institucioneve dhe të partive politike nga sionistët dhe nga familja mbretërore e tyre Rothschild, dhe djemtë e Shqipërisë kanë dalë për të mbrojtur tokat e shqiptarëve, ato që ja u kanë lënë paraardhësit që na i kanë lënë paraardhësit tanë, të cilët kanë derdhur gjak dhe tjerës të pafundme ndër shekuj për të mbajtur këto toka të papushtuara nga tuaj, dhe ne na takon që të njëjtin amanet të tyre trashëgimor ta lëmë për brezat që do të vinë. Rama me këta kanë punuar si gjarpri duke larguar shqiptarët me lloj-lloj politikash dhe vazhdon ta bëjë edhe sot, që njerëzit po ngrihen në protestë sepse i kanë ngelur vetëm ajo vrimë nga mund të shpëtoj, vrima e sionizmit. Dhe tashi shkeli disa kode të nderit që janë edhe në vendet më barbare, ku luftojnë jo më kot perandorët në për luftra mbanin atë pelerinën e purpurt të lila, që ishte ndaluar nga ushtarët e të dy akrave të qëllonin perandorin ose mbretin kur bëshejnë betejë, dhe perandori ose mbreti, qofse u mbiste luftën, mund të kapeshe rob, po jo të vriteshe. Dhe Dari Persisë, kur u vra nga njerëzit e vet, Aleksandri që arriti disa momente më vonë pasi Dari kishte dhënë shpirt, i ndoqi njerëzit që e kishin vrarë që të mos binte në dorë Darit Aleksandrit, dhe i përndoqi, ndërsa familjen e tij e ka trajtuar me shumë dinjitet nënën dhe gruan dhe fëmijët e Darit, sepse kështu janë karakteristikat e shqiptarëve, janë karakteristika me kode nderi, dhe ne nuk e shkelim kodin e nderit, ku ai që umbet dhe shmi dobët nuk mund të trajtohet me poshtërim. Ndërsa Rama sot bëri të kundërtën, arrestoi një nga zëdhënësit, ose mbretin, si mund ta themi në thonjza, të lëvizjes së protestës, duke u përpjekur ti trembë dhe ti kërcënoj dhe të përdorë jo gjuhën e logjikës, po gjuhën e forcës. Ramës i ka humbur kredibilitetin ndërkombëtar, të cilën e ruante për sa kohë këtu arrinte të manipulonte njerëzit dhe të mos krijonte shfaqje ku ata dilnin dhe të protestonin në rrugë përballë opinionit publik për të treguar sa i Zoti ishte për të kontrolluar situatën, por tashmë këtë gjë nuk e kam me këtë atu, dhe me ndërkombëtarët sigurisht që do të jetë i nënshtruar dhe i përulur për sa kohë që do të jetë aty. Por Rama ka humbur dhe nderin më të fundit si njerëz, sepse duke parë 500.000 veta në shesh ditën para një jave, para 10 ditësh të shtunën e kaluar, para 2 të shtunash, ai i takonte të jepte dorëheqje, të negocionte me dy faktorët, me opozitën zyrtare dhe me përfaqësuesit e protestuesve, të jepte dorëheqje për sa kohë të krijoheshin qeveriere dhe ti drejtonte të 3 faktorët drejt presidentit, i cili pavarësisht se është një president më i dobët që ka pasur në Shqipëria dhe një karnavale president, gjithsesi ai përfaqëson institucionin e vetëm që përfaqëson unitetin e popullit dhe mund t'i mblidhte të 3 palët për të caktuar kapjen e vakumit që do krijonte largimi i qeverisë Rama dhe krijimin e rregullave për të krijuar një qeverisje të përkohshme dhe të caktoheshin piketat se si do lëvizte vendi në drejtimin e ndërtimit të institucioneve. Pra, Rama sot ka bërë një gaf shumë të rëndë, një shkelje të kodeve morale
historike shekullore që kanë përdorur dhe kombet më barbare në luftë me njëri tjetrin, duke e treguar veten një frikacak që arrestoi Dritan Goxhajn dhe disa të tjerë, dhe duke krijuar me njerëz të tipit Karagjoza si Karamuçoja, njerëz fundërina, duke krijuar si Don Kishotët armiq të remë dhe një situatë komplet tjetër nga ajo reale. Dhe për këtë kam faj edhe ata që kanë drejtuar protestën, që kanë ndaluar narrativat e vërteta për cilat filloi protesta, që janë në fakt dy. Edhe ja u them edhe njerë, janë dy. Shqipëria nuk shitet dhe shqiptar nuk besh, por shqiptar lind. Pra, tokat nuk ju shiten tuajve, do të thonë këto dy parulla, dhe e dyta, pasaportën nuk mund shqiptare, shtetësinë shqiptare nuk mund ta marrë dikush që nuk ka lindur si shqiptar, pra me prindër shqiptar, ashtu siç e kemi pasur gjithmonë rregullin dhe traditën. I bëj dhe njerë thirrje Ramës, t'i kthehet arsyes, dhe t'i lërë pak nder në fund vetes duke dhe ndorëshe dhe duke lejuar që vendi të riorganizohet sipas vullnetit të një trupe të madhe elektorale që është dominusja sot në Shqipëri dhe që ai ka parë në shesh se 500.000 veta mund të përkthehen minimumin 1,5 milion votues. Pra ai nuk ka më shumicën dhe këta e di mirë. Dhe e dyta, të ndaloj ato projekt ligjet që kanë nisur për lejimin e shitblerjes tokës bujqësore, për lejimin e investimeve me qëllim që të blihen nga kolonët qifut, të cilët kanë frikë nga shkatrimi i Izraelit dhe ata që kanë ardhur nga Ukraina, që janë rreth 150.000 veta, dhe toka shqiptare gjithmonë është parë si hoje me mjaltë nga mbretrit e sionistëve që janë Rothschildët. Kjo nuk është një narrativ antisemite, po është antisioniste. Vetë semitët, një pjesë e madhe e tyre kanë dëshmuar dhe gjatë luftrave që ka bërë Izraeli këto vitet e fundit kundër Palestinës dhe Libanit, kundër hipit të Gazës, kanë protestuar kundër sionizmit dhe vetë ata që quhen hebrejt e vjetër, që janë as 10% sot në botë, ndër gjuhishët e botës, vetë ata janë kundër sionizmit dhe ata i duan semitët e tjerë, siç janë muslimanët e vendeve të lindjes së mesme dhe kanë bashkëtuar me ta për qindra shekuj. Ram ndro pozicionin dhe vetmja gjë që duhet të bësh është të largohesh dhe në histori do të ngelesh si turpi historisë dhe tradhtari historisë. Dhe njëkohësisht ju bëj thirrje edhe një herë këtyre të protestës të nxjerrin një grup negociator, mos devijojnë me protesta Rama Mburg, Berisha Mburg, se nuk janë ata prokuror dhe gjyqtar, dhe të heqin dorë nga fjala revolucion, se ne nuk jemi për revolucion. Ne jemi një popull që duhet të qëndrojmë në marrëdhënie të mira si me lindjen dhe me perëndimin, dhe si një popull që kemi shumë fe të nxisim idenë e rilindasve shqiptar. Feja e shqiptarit është shqiptaria dhe mos kemi asnjë paragjykim për asnjë popull tjetër, për asnjë fe tjetër, por të përpiqemi të shkojmë mirë me ta. Parullat Rama Mburg, Berisha Mburg do të thot no negotiation, pra jo ulje në tavolinë, dhe kjo është një diçka e gabuar. Ramën dhe Berishën dhe këdo i fut në burg shteti ligjor dhe mekanizmat
që ai ka ndërtuar dhe që ata që do të vinë me shumicë vote mund të përmirësojnë dhe të ndryshojnë ligjet dhe rregullat e organizimit të institucioneve, të përgatitin dosje për ata që kanë tradhtuar dhe kanë shkelur ligjet e vendit apo kanë mbjedhur dhe abuzuar, t'ja u japin organeve të caktuara ligjore, të cilat t'i ndjekin ligjërisht dhe me gjyqe të drejta kushdo që të jetë. Prandaj ju them këtyre, në qoftë se do kishin sot intelektualët në krye të protestës, intelektualët të shuar me të cilët unë përpoqja që këta organizatorët e protestës që mendojnë se koha filloi me ta këto 20 ditë, u përpoqja ti bashkonja dhe ti pajtonja dhe të krijonin organizëm të përbashkët, por këta mendje më dhejnë ta çapaçolet e vegjël që kanë dalë aty që ju duket vetja sikur këta janë ata kreatorët e historisë Shqipërisë së re, nuk pranuan dhe nuk erdhen. Unë i garantoj që në qoftë se sot në protest do të ishin aty në krye njerëz si Armir Shkurti, si Elena Kocaqi e të tjerë, Hajro Limaje, Sazanguri, ata nuk do të guxonin të preknin asnjë nga protestuesit. Heqja dhe largimi këtyre me rrugën e ndjekur nga këta organizatorët që mendojnë se mund të zotërojnë aranximin e protestës dhe të ardhmes fuqisë që sjell protesta, është e gabuar dhe shumë materialiste, po më duket, dhe prandaj prap ju them atë që kam thënë që ditën e parë. Bëni një grup organizativ tek me 11 apo 13 veta, ku të përfshihen intelektualët, të përfshihen dhe këta të rinjtë që kanë bllokuar atje atë mikrofonin. Dhe të mos ndryshojnë sloganet. Shqipëria nuk shitet, shqiptar lind nuk besh. Këto janë dy sloganet kryesore. Tung tung.